Fermerët e Kallmit të Madh dhe Kallmit të Vogël në Bashkinë Fier denoncojnë mungesën e ujit në kanalet Vadice, duke cilësuar situatën si një kërcënim serioz për prodhimin bujqësor. Për të shpëtuar të mbjellat, ata detyrohen të përdorin ujin e kanaleve kulluese me pompa që punojnë me karburant, duke rritur ndjeshëm shpenzimet dhe kostot e prodhimit. Të gjendur përballë kësaj problematike, ata thonë për televizionin Apollon se alternativa e vetme mbetet përdorimi i ujit nga kanalet kulluese, të ndërtuara për largimin e ujrave dhe jo për vaditjen e tokave bujqësore. Sipas fermerëve, mungesa e subvencionit të karburantit nga shteti rëndon edhe më shumë barrën financiare, pasi të gjitha shpenzimet për ujitjen përballohen prej tyre. Vetëm me pompa, se kështu me rrjedhje nuk ka. Ka marrë shumë vetëm me pompa. Kulluesi vetëm, ka dhe Vadici, po nuk hyn nga për tokë. Një bidon naftë 22.000 lekë, 10 kg naftë. Ka shumë kosto. Toka s'gopen me ujë, janë shumë të çara. Kemi çave. Do vadim se s'ben. Me ato ushqemin, me çfarë do ushqemin. Ata shprehin se investimet e realizuara vite më parë me mbështetjen e Bankës Botërore për rihabilitimin e rrjetit Vaditës nuk po japin rezultatet e pritshme dhe sot nuk janë funksionale për të përmbushur nevojat e bujqësisë. Fermerët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për rikthimin në funksion të plotë të sistemit Vaditës, duke paralajmëruar se në të kundërt prodhimi bujqësor do të vijojë të goditet nga kostot e larta dhe mungesa e ujit. Megjithëse përballen çdo ditë me këto vështirësi, ata shprehen se nuk mund t'i braktisin tokat, pasi bujqësia është burimi i vetëm i jetesës për familjet e tyre. Gjithashtu, ata kanë theksuar se pa një zgjidhje konkrete, ardhmja e prodhimit bujqësor në këtë zonë mbetet e pasigurt dhe për rrjedhoj, zona nuk mund të ketë një bujqësi të qëndrueshme.